Ka përfunduar sezoni i qershisë edhe për këtë vit në Dibër. Fermerët që kanë patur të kultivuar varietetin Regina kanë nxjerrë në shitje kilogramet e fundit. Agron Ferruku prej vitesh shet në rrugën nacionale Peshkopi Tiranë, ndërsa shprehet se ky sezon është më i mbar se ai i vitit të kaluar. Kjo për shkak se në vitin 2025 pemët e qershisë u dëmtuan rënd si pasojë e një ngritje në muajin prill. Sa i përket këtij sezoni, Ferruku shton se disa varietete kanë qenë më mirë, ndërsa i fundit që mbyll sezonin është qershia Regina. E kam shit edhe me çmim, ama ka qenë cilësi. Më vjet nuk krahasohet fare, se vjet ishim pak më mirë se zero. Edhe me vite tjera shumë mirë. Viti veçantë ka qenë. Prodhim ka pas me bollok, edhe shitjen e kam pas mirë. Po punoj me klientel. Ka çuna që e kanë shit me 600 lek, 500 lek. I kam mbledh tregtarët. Unë kam mbledh ditën e fundit sot, kam mbledh djali 32 kg. Varieteti qershis është e fundit Regina. Këto janë ditët e fundit ku kultivuesit e qershisë në Dibër do të shesin prodhimin e tyre, ndërsa më pas do të vinë kultivar të tjerë që kjo zoni ka me shumicë, si molla, arra e të tjerë.